Mos ja trego kur dhimbjen tënde çdo kujt, sepse korbat ushqehen me kafshë të plagosura. Jetojmë në një botë ku vulnerabiliteti nuk shihet si thirrje për ndihmë, por si një mundësi për t'u shfrytëzuar. Mbroje dhimbjen tënde, jo për ta mohuar, por për t'ia besuar vetëm atyre që din ta pranojnë me mirësi. Dhimbja kur e kontrollon bëhet forcë, por kur e shfaq para shpirtrave të gabuar, kthehet në dobësi. Mëso të shërohesh në heshtje, të rindërtosh veten në hije, që kur të rikthehesh, të mos jesh më një pre, por një qenie e forcuar nga gjithçka që ka përballuar. Sepse nuk është mungesa e dhimbjes ajo që krijon forcën e shpirtit, por mënyra si e kalon atë. Mbroje zemrën, ruaje shpirtin dhe ec përpara me siguri. Forca jote nuk qëndron në fjalë apo në dhimbjen që ndan, por në qetësinë me të cilën rilind, pa I lënë kur korbat të festojnë me plagët e tua.